Kali kishte qenë gjithmonë krenaria e Arjanit, njeri I thjesht, punëtor fushe, që e kishte rritur me dashuri. Por sot, kafsha e tij ishte e plagosur rënd. Një këmbë I ishte prerë. Në qoshe, veterineri I fshatit po fshinte duart me një leckë të njomur. Kishte kaluar orë të tëra duke bërë operacionin. Ishte e vetmja mënyrë për ta shpëtuar, tha ai me zë të lodhur. Arjani se dëgjoi. Syt I kishte ngulur në Kalin që lëvizte me vështirësi. Gjaku kishte lyer kashtën dhe rrobat e tij. Djersa I rrifte në fytyrë, por nuk ndjente asgjë, as të ftohtë, as të nxehtë. Vetëm dhimbje. Në prag të derës qëndronte nëna e tij. E veshur me rroba të zeza, ajo mbulonte fytyrën me shami për të mos parë skenën. O Zot, pse duhej të ndodhte kjo? Pëshpëriti ajo. Kali ngriti kokën ngadalë. Frymëmarrja e tij ishte e rëndë, por syt I ishin të kthjellët. Ai e pa drejt Arjanin. Ishte një shikim që nuk kishte nevojë për fjalë, si shikimi I një miku që e di se fundi ka ardhur, por ende kërkon pak ngrohtësi. Arjani ju afrua. U ul në gjunjë dhe I vuri dorën mbi qafë. Të kam borxh, I tha me zë që I dridhej. Të kam borxh që smunda të shpëtoj ndryshe. Veterineri u përpoq të fliste, nëse nuk e prisnin këmbën, do të vdiste. E kupton? Por fjalët e tij u mbytën në ajrin e rënd të stallës. Kali rënkoi lehtë. Një pikë gjaku ra në tokë. Në atë moment, edhe nëna nisi të qante. Nuk është më I njëjti, tha ajo. Edhe pse ron, diçka brenda tij është prerë bashkë me atë këmbë. Dritani, punëtori I ri që ndihmonte në fermë, rrinte në kënd dhe I shikonte me sy të trembur. Ai pëshpëriti, a duhej me të vërtet ta bënim këtë, zoti Arjan? Arjani nuk foli. Vetëm ngriti kokën dhe I hodhi një shikim që e detyroi djalin të heshte. Në ajër ndjehej një erë e rëndë, përzierje jodi dhe turpi. Një mis u ul mbi fashën e bardhë që mbulonte plagën e Kalit. Veterineri e largoi me dorë, por ajo u kthye përsëri. Dukej sikur edhe natyra se pranonte atë që kishte ndodhur. Një heshtje e gjatë mbuloi gjithçka. Vetëm fryma e Kalit dëgjohej si një orë që po numëronte minutat. Arjani qëndroi ulur pranë tij, pa lëvizur, pa folur. Ndjente se diçka në të ishte thyer bashkë me atë këmbë. Do të mbjetoj, tha veterineri, duke u përpjekur të duket I qetë. Por duhet shumë kujdes. Do ta mësojmë të ecë sërish. Arjani se dëgjoi, syt I qëndronin në plagë. Atje, nën fashën e bardhë, kishte një shenjë të errët si një gjë. Nuk e dinte nëse ishte e rastësishme apo jo, por ajo shenjë I futi një ndjesi të ftohtë në trup. Çfarë është ajo? Pyeti ai. Veterineri ngriti supet. Ndoshta plagë e vjetër, ndonjë prerje. S'ka rëndësi. Por mënyra si e tha e bëri Arjanin të dyshonte. Nëna u afrua dhe pa shenjën. U zbe. E njëjta si dikur, pëshpëriti. Si dikur? Çfarë do të thuash? Pyeti Arjani. Ajo u tërhoq duke ulur kokën. Asgjë, bir. Mos më pyet. Kali u përpoq të ngrihej, por ra përsëri. Një hungërim e lehtë, si klithmë, mbushi stallën. Arjani e përqafoi duke ndier muskujt që I dridheshin në dorë. Qetësohu, pëshpëriti. Do të kaloj. Por në thellësi, ai e dinte që asgjë s'do të kalonte. Kur dielli u ngrit, drita hyri përmes dritares së vogël dhe ra mbi trupin e Kalit. Gjaku në tokë shkëlqeu si bakër. Arjani ndjeu sikur ajo dritë nuk po sillte ngrohtësi, por faj. Nëna doli nga stalla me lot në sy. Dritani qëndroi në prag, duke vëzhguar të Zotin që s'po lëvizte. Do të jetë mirë, apo jo? Pyeti ai me frikë. Arjani nuk ja ktheu. Vetëm vazhdoi të shikonte Kalin. Ishte sikur po përpiqej të kuptonte diçka përtej dhimbjes, një mesazh që kafsha po ja përcillte pa fjalë. Pastaj, me zë të ulët, tha, kjo nuk është thjesht plagë. Kjo është shenjë. Dritani se kuptoi. Shenjë e kujt? Arjani nuk ju përgjigj. U ngrit, mori frymë thellë dhe doli jashtë. Dielli tashmë ngrohte fushën, por për të bota dukej më e ftohtë se kurrë. Ai e dinte, ajo ditë nuk do të harrohej kurrë. Dhe ajo plagë, edhe pse në trupin e Kalit ishte e tij po aq sa e kafshës. Era e kripur e mëngjesit hyri ngadalë nga dritarja e hapur e stallës, duke përzier aromën e gjakut me atë të kashtës së lagur.
Kishte kaluar një natë të gjatë, por askush s'kishte fjetur. Kali rinte i shtrirë, i mbështetur në njërën anë, me frymëmarrje të ngadaltë e të rëndë. Një leckë e lagur i mbulonte vendin e amputuar, por gjaku i mpiksur kishte marrë ngjyrë të errët. Çdo herë që ai lëvizte, një tingull i ulët, i ngjashëm me rënkim, përhapej në ajër dhe Ariani ndjente sikur dikush po ja shponte shpirtin. Në stall, heshtja ishte aq e thellë sa mund të dëgjoje frymën e secilit. Veterineri qëndronte në kënd me shpinën mbështetur në mur duke parë tokën. Kishte kaluar orë që s'fliste. Nëna e Arianit rinte në prag, me shallin e zi mbi kokë, duke lëvizur buzët sikur lutej. Dritani, punëtori i ri, pastronte pa zë, por çdo herë që fshesa e tij prekte gjakun në dy sheme, ndalej, shite dhe dridhej. Ariani rinte ulur në një stol, me syt ngulur në trupin e kalit. Nuk ndjente lodhje, as urinë, as etje. Vetëm një boshllëk të thellë. Kishte bërë gjithçka që i thanë, duhet t'i presim këmbën, ndryshe s'do shpëtoi dhe megjithatë, ajo ndjesi faji si ndahej. Ishte sikur kishte shkelur diçka të shenjtë. Në orën e parë të dritës, veterineri u ngrit dhe filloi të kontrolloi plagën. Duhet të ndërrojmë fashon, tha me një zë që mezi doli. Nëse infektohet, do të humbim gjithçka që bëm. Ariani nuk u përgjigj. Vetëm e vështroi teksa i hiqte fashën dhe nga poshtë doli një plagë e kuqe, e lagur, që rrezatonte dhimbje. Kali lëvizi, ngriti kokën dhe nxori një hungërim të mbytur. Nëna e mbylli sytë. Zoti e mëshiroft këtë krijesë, pëshpëriti. Do të rikuperohet, tha veterineri, duke e lidhur përsëri. Por duhet qetësi, as zhurmë, as njerëz të panjohur. Qetësi? Pyeti Ariani. Si mund të ketë qetësi kur një krijesë që më ka shërbyer gjithë jetën po mban dhimbjen që duhet të ishte e imja? Askush s'foli. Zëri i tij mbeti pezull në ajër, sikur po përplasej me muret e drurit e po kthehej mbrapsht. Pas pak, nëna u ngrit dhe doli në obor. Qielli ishte i kthjellët, por ajri mbante erëshi. Ajo hodhi syt drejt fushës dhe pa gjurmët e kalit që ende dukeshin mbi balë. Do ta ndjente këtë edhe toka, tha me zë të ulët, sikur po fliste me veten. Kur u kthye brenda, syt i ishin skuqur nga lotët. Dritani rinte afër derës dhe murmuriste diçka nën hunë. Çfarë the? Pyeti Ariani. Asgjë, tha ai me shpejtësi, por fytyra i u zverdh. Trego, nguli këmbë Ariani. Thjesht më kujtohet diçka që kam dëgjuar në fshat. Thonë që vite më parë, kur një kal humbte këmbën s'ishte rastësi. Ishte shenjë. Veterineri u kthye me vrull. Mos fillo me budallallqe. Jemi në vitin 2025, jo në kohën e magjive. Dritani uli kokën. Nuk po them se është magji. Vetëm ndonjëherë fati përsëritet. Ariani ndjeu një therje në gjoks. Ato fjalë e çuan menjëherë në kujtimet e fëmijërisë. Një natë, kur ishte 10 vjeç, kishte parë të atin duke prerë një zog me thik, pranë një kali të sëmur. Kishte menduar se ishte ëndër, por tani ajo pamje i erdhi para syve e gjallë. Ai u ngrit, i afrua kalit dhe i vendosi dorën mbi qafë. Nuk do të përsëritet, tha në heshtje. Asgjë prej asaj kohe nuk do të përsëritet. Por në thellësi, ndjeu frikë. Një frikë që se dinte nga vinte. Në mbrëmje, stalla ishte errësuar. Vetëm një qiri digjej pranë një kovë me ujë. Kali kishte ndalur së rënkuari, por syt e tij ndizeshin në errësirë si dy yje të zbehë. Ariani u ul pranë tij. Veterineri po përgatiste ilaçet për qetësim. Do të kaloj, tha ai, duhet vetëm durim. Durim s'kemi, u përgjigj Ariani. Kemi mallkim. Veterineri ngriti syt, i habitur. Mallkim? E ndjej. Diçka në këtë ngjarje s'është mjekësi. Është diçka tjetër. Diçka që ne po e përsërisim pa e kuptuar. Nëna që ishte në prag, pëshpëriti, mos e thuaj me zë, bir. Disa gjëra s'mund të thuhen. Vetëm mbahen. E pse duhet t'i mbajmë? Shpërtheu Ariani. As mjaftoi që baba i bëri gjithë jetën e tij nën hije sekretesh? Në atë çast, Kali lëvizi, si të kishte reaguar ndaj fjalëve. Një kërcitje e lehtë u dëgjua nga këmbët e tij. Dritani vrapoi dhe u përkul pranë. Shihni, tha. Shenja është aty përsëri. Në pjesën që mbeti ajo gjë. Veterineri u përpoq ta mbulonte menjëherë me fash, por Ariani e ndaloi.
Mos bërtiti. Lëre të shihet. Dritat u dridhen. Për një moment, të gjithë pan atë shenjë të çuditshme, të gdhendur thellë në lëkurë, sikur ishte bërë që në lindje. Nëna bëri kryqin. O Zot i madh, tha me zë të dridhur. E njëjta shenjë si në atë kohë. Cilën kohë? Pyeti Ariani duke ju kthyer. Ajo s'foli. Vetëm uli kokën. Në ajër, një ndjesi e rënd mbuloi gjithçka. Edhe kafshët e tjera në stall filluan të shqetësoheshin, duke rrahur tokën me këmbë. Veterineri mbylli dritaren, por nuk mund të ndalonte atë atmosferë që dukej sikur vinte nga një vend më i thellë se toka vetë. Do ta rregullojmë, tha ai, duke u munduar të ruaj autoritetin. Mos lejoni që frika t'ju verboj. Ariani e pa drejt në sy. Doktor, frika s'na verboj. Ajo që na verboj është e vjetra, ajo që na kanë lënë trashëgim. Nëna e mori për krahu, e nxori pak jashtë. Mos e trazoni më natën, i tha. Lëreni kafshën të pushoj. Ai qëndroi në obor, duke parë dritën e zbehtë që vinte nga brenda. Çdo frymëmarrje e kalit i dukej si një thirrje për ndihmë. Qielli u mbulua me re. Një rufera larg dhe toka u drodh lehtë. Në atë moment, Ariani e ndjeu që gjithçka po lidhej, kali, e shkuara, babai dhe ajo shenjë që përsëritej si një plagë e përbashkët. Heshtja u bë edhe më e rëndë. E shtrëngonte gjoksin si dorë e padukshme. Ai u ul në tokë dhe la kokën mbi gjunjë. Nga brenda dëgjoi fryma e kalit si një orë që numëronte ditët deri në zbulim. Në mëngjesin pasues, qielli ishte i zymt, sikur edhe ai e kishte ndjer peshën e natës. Mbi fushat e myzeqes lëkundej një mjegull e hollë, e cila futej ngadalë në stall, si frymë e dikujt që kthehej pas shumë vitesh. Ariani qëndronte përballë kalit me duart në xhepa, duke mos ditur çfarë kërkonte më, falje, kuptim apo hakmarrje ndaj vetes. Plaga e kafshës dukej më e pastër, por diçka në ajër nuk e linte të qetë. Ishte si një prani që s'mund ta përkufizonte, por e ndjente që s'ishte njerëzore. Në qoshën e stallës, mbi një karrige të vjetër, qëndronte këmbë e prerë, mbështjellë me beze, si një trup i harruar. Ariani se kishte lejuar askënd ta hidhte. Ishte e vetmja gjë që se lejonte të mbyllte plagën. Ai e pa gjatë dhe për një moment ju duk sikur bezeja lëvizi. U afrua me kujdes. Nga nën pëlhur, një njoll gjaku kishte marrë formë një gjë të errët, të njëjtë me atë në këmbën e mbetur. Zemra ju drodh. E shikon, apo jam i çmendur? Pyeti ai me zë të ulët, pa ditur kujt po i fliste. Kali, sikur e dëgjoi, lëvizi veshët, lëshoi një frymë të ngrohtë dhe e pa drejt në sy. Ishte një shikim që nuk kërkonte ndihmë, por e paralajmëronte. Nëna hyri me një pjatë me ujë e bukë. Duhet të hash diçka, tha ajo. Se mban dot trupin bosh me kaq dhimbje. Ma thuaj të vërtetën, nën, tha ai pa e parë. A ka ndodhur më parë diçka e tillë në familjen tonë? Gruaja ndaloi në vend. Sytë e saj u mbushën me dritë të lagësht. Ka gjëra që s'duhen hapur, birë. Po unë do t'i hap. Sepse ato po na han të gjallë. Ajo uli pjatën dhe u ul pranë tij. Kur isha e re, filloi, ndodhi diçka e ngjashme. Babai yt kishte një kal të zi. I fort, krenar. Një ditë ra në brazd dhe u plagos keq në këmbë. Thirrën po të njëjtin veteriner. Dhe pas disa ditësh ndodhi e njëjta gjë. Ai ja preu këmbën. E kujtoj mirë, sepse atëherë, netëve, shtëpia mbushej me era të çuditshme. Dëgjoheshin zëra që vinin nga stalla, sikur dikush fliste me kafshën. Një mëngjes gjeta babain të ulur pranë kalit me duart të përgjakura. Ai më tha vetëm, duhej bër. Për bereqet. Ariani ngriti kokën, i shtangur. Pra nuk ishte rastësi. As atëherë, as tani. Nëna qau në heshtje. Kështu filluan të gjithë vitet e mira, birë. Çdo herë që bëhej një flijim, toka jepte më shumë. Njerëzit e fshatit e quajtën rit të shenjtë. Por unë e pash, ishte mallkim. Ai u ngrit me vrull, duke e rrëzuar karrigen. Dhe askush s'foli. Askush se ndaloi. Njerëzit kanë frikë nga ajo që i mban gjallë, tha ajo me zë të shuar. Frika i bën të heshtin. Në atë çast, një trokitje u dëgjua nga dera. Ishte dritani, punëtori. Zoti Arian, tha, ka ardhur dikush që do t'ju flas.
Në prag qëndronte një burr plak me bastun e kapel të zezë. Më fal që të shqetësoj, tha. Jam Petro, kam jetuar në këto andikur. Dëgjova për kalin dhe më kujtoi diçka. Ariani i bëri shenjë të futej. Burri ul ngadalë dhe hodhi syt drejt këmbës së mbështjellë me beze. Njësoj si atëherë, tha. Njësoj si kali i babait tën. E njihje tim atë? E njihja mirë, tha plaku. Ai nuk ishte i keq, por kishte hyrë thellë në besë të lashta. Besonte se toka kërkonte dhimbje për të dhënë fryt. Çdo herë që fshati vuante thatësirë, ai zgjidhte një kafshë të fortë, më të dashurën dhe bënte flijimin. Dhe çdo herë bereqeti vinte. Por me çmim. Ariani ndiu gjakun t'i ngrihej në vena. Po veterineri? I njëjti, tha plaku. Atëherë ishte i ri, tani është plak, por s'ka ndryshuar. Ai ishte pjesë e ritit. Askush zguxonte ta akuzonte, sepse pas çdo ndërhyrjeje, toka lulëzonte. Veterineri, që ndodhej në cep, ngriti kokën me sytë që i dridheshin. Mos dëgjo broçkulla. Ishte rastësi. Ishin sëmundje të kafshëve. Por zëri i tij u shua në mpeshën e fjalëve të plakut. Në atë këmbë, tha Petro, duke treguar me gisht, duhet të ketë një shenjë. Një gjë e djegur. Ajo është vula që vuri i ati yt. Për të mos harruar kur se çfarë i detyrohemi tokës. Ariani u afrua, ngriti bezen me kujdes. Në lëkurën e zverdhur, në mes të mishit të tharë, shkëlqente e qartë, një gjë e errët, e prerë thellë. Nëna u lëriti. Veterineri u përpoq ta mbyllte përsëri, por Ariani ja rrëmbeu. Të vërtetën. Bërtiti. Sa kafshë keni prerë? Sa plag keni lënë në emër të një bekimi që s'ishte tjetër veç se mallkim? Veterineri u lëkun, pastaj uli kokën. Nuk ishte vendimi im. Ishte tradit. Një trashëgimi që s'mund ta prisja vetë. Unë isha thjesht mjedh. Plaku u ngrit me vështirësi. Disa trashëgimi duen varrosur, djalë. Sepse nëse i lë gjallë, të glabërojnë. Ariani ndiu një dridhje në bark. Fjalët e plakut e përshkuan si rrufe. E kuptoi se asgjë s'ishte rastësi, as sëmundja e kalit, as zgjedhja e veterinerit, as shenja që përsëritej brez pas brezi. Ishte një histori që po rikthehej për të kërkuar pagesën e saj. Ai u kthye nga kali. Fryma e kafshës ishte e ngrohtë, e lodhur, por në sytë e saj kishte një dritë të çuditshme, një qetësi që s'ishte njerëzore. Ishte sikur kali po i tregonte, e shkuara s'ka vdekur. Ti je thjesht kapitulli i radhës. Në atë moment, një erë e fortë goditi derën dhe qiri u ushua. Stalla u mbush me errësirë. Vetëm frymëmarrja e kalit dëgjohej, si një tambur i lashtë që përsëriste ritmin e një mallkimi të vjetër. Nëna u përpoq të ndiste qiriun, por duart i dridheshin. Mos e hap më këtë plag, Arian. Le ta varrosim e të harrohet. Ai e pa drejt në sy. Jo, nën. Tani e di pse s'ka pasur kur qetësi në këtë shtëpi. Dhe derisa ta zbuloj gjithë të vërtetën, as unë, as ky kal, s'do të prehemi. Qielli i pasdites ishte mbuluar me re të trasha, si një mbulesë gri që rëndonte mbi fshat. Era sillte aromën e baltës dhe barit të lagur, por brenda në stall ajri ishte ende i dendur, i ngopur me frikë dhe heshtje. Ariani qëndronte pranë kalit, duke i fërkuar qafën me duar që i dridheshin. Kafsha frymonte ngadalë, me sytë e hapur drejt dritares së vogël, si të shikonte përtej në diçka që vetëm ajo mund ta shite. Në qoshe, bezeja që mbulonte këmbën e prerë ishte zverdhur. Aroma e gjakut të tharë kishte mbetur e ngjitur në çdo mur. Ariani nuk e kishte prekur më, por prania e saj ishte si një plag e hapur që nuk pushonte së rrjedhuri. Nëna rinte ulur pranë derës, me duart e mbledhura, duke u lutur në heshtje. Fjalët i dilnin pa zë, por sytë i lëviznin shpejt, si dikush që kërkon mëshirë nga diçka që se sheh. Pastaj, trokiti dera. Ishte plaku Petro përsëri, me bastunin në dorë. Më thirrët? Pyeti me zë të rëndë. Nuk të thira, i tha Ariani, por ndoshta duhej ta bëja. Petro u ul pranë stolit. Nuk më hiqet nga mendja ajo shenjë. Një gjë e vjetër si faji. Ka ndonjë gjë që duhet ta dish. Ariani u afrua. Thuaje. Plaku mori frymë thellë. Kur babai yt ishte djalë, në fshat kishte një zakon të errët që se përmendte askush me zë. E quanin riti i pastrimit.
besonin se toka duhej paguar me dhimbje për të dhënë jetë. Dhe sa më e pastër të ishte krijesa që flijohej, aq më shumë bekim sillte. Nëna ngriti kokën me lot në sy. Mos, Petro. Ka gjëra që s'duhen përmendur. Jo më, tha plaku. Sepse heshtja është ajo që i ka mbajtur gjallë këto mallkime. Ai u kthye nga Ariani. Babai yt, Leka, ishte i fundit që bëri ritin. Dhe veterineri, po ky që ke përballë, ishte ndihmësi i tij. Ata e nisën traditën si një shpëtim për tokën, por me kalimin e viteve ajo u kthye në frikë. Dhe kushto që tentonte ta ndalte humbte gjithçka. Ariani i nguli syt veterinerit, i cili rinte në qoshe me fytyrën e zbedh. E vërtet? Burri mori frym thellë. Unë isha i ri. Mu tha se ishte për të shpëtuar fshatin nga thatësira, nga sëmundjet. Se dhimbja e një kafshe të fortë do të sillte shëndet për njerëzit. Se dija se çfarë po mbaja në duar atë natë. Por e përsërite, tha Ariani me zë të ulët, por të mbushur me zemërim. E përsërite te kali im, sepse besova se kështu do ta shpëtonim, tha veterineri me sytë që i mbuloheshin nga lotët. S'kisha guxim të mos e bëja. Fshati e kërkonte. Dhe ti vetë, pa e ditur, edhe lejen me heshtjen tënde. Nëna nisi të dridhej. Arian, ka më shumë, tha ajo. E vërteta s'është vetëm për kalin. Është për ne të gjithë. Për ne? Ajo uli kokën. Unë e dija. Kur pash shenjën në këmbë, e njoha menjëherë. Sepse vite më parë e kisha parë tek kali i Lekës. Dhe heshta. Kisha frikë ta humbisja siç humba gjithçka atëherë. Pse s'më the, sepse në këtë shtëpi frika ka qenë gjithmonë më e fortë se dashuria, tha ajo me një zë që i dridhej. Petro vështroi të gjithë me një trishtim të thellë. Riti s'ka qenë kurrë për kafshët. Ka qenë për njeriun. Ata që bënin flijimin besonin se duke prerë dhimbjen e një krijese të pafajshme, shlyenin mëkatet e vetes. Dhe sa më shumë që e donin atë që flijonin, aq më e vlefshme bëhej sakrifica. Në atë çast, ajri u rëndua. Ariani u tërhoq prapa, i tronditur. E kuptoi, prandaj kali ishte zgjedhur. Jo sepse ishte i sëmur, por sepse ishte i dashur, ishte i vetmi që e lidhte me fëmijërinë, me kujtimet e tokës, me nënën, me baban. Dhe tani ai ishte bërë ofrenda për mëkatet e dikujt tjetër. Kali lëvizi, si të kishte ndier tensionin. Syt ju ndezën në errësirë dhe fryma e tij u përshkrua me një ton të thellë, të ngjashëm me një pëshertim njerëzore. Ariani e përqafoi në qafë. Jo më, tha. Kjo do të përfundoj këtu. S'do të ketë më flijime. Por veterineri e kapi për krahu. Mos. Po e prish ciklin. Do të sjellësh fatkeqësi. Kështu është gjithmonë, kur ndalet dhimbja, vjen vdekja. Ariani e shtyu mënjan. Më mirë të vijë vdekja, se sa të jetoj me këtë gënjeshtër. Dritani, punëtori i ri, i cili kishte qëndruar në heshtje, u ngrit pa pritur. Kam parë edhe unë diçka, tha. Në librat e vjetër të fermës, në Bodrum. Ka faqe të mbuluara me gjak, me emra kafshësh. E fundit është shënuar dje me emrin e kalit tënë. Të gjithë ngrin. Ariani doli me vrap nga stalla dhe hyri në shtëpi. Zbriti poshtë në Bodrum, ku kishte ndier gjithmonë një erë të rënd lagështie. Në qoshe, në disa arka të kalbura, gjeti librin. Ka pak i zi, i lidhur me lëkur. E hapi dhe pa shkrimin e të atit. Dhimbja është monedha e jetës, shkruante. Patë, toka fle. Në faqen e fundit, me boj të kuqe, që s'ishte boj, ishte shënuar, kali i Arianit. 3 tetor. Cikli vazhdon. Ariani e hodhi librin me forcë. Zemra i rrite me shpejtësi, fryma i u bë copë. Jo më, pëshpëriti. Nuk do të lejoj që jeta ime të jetë vazhdim i mallkimit të tij. Unë gjit përsëri lart. Nëna e priti në derë. Çfarë bëre? E gjeta, tha ai. Dhe tani do ta djeg. Mos, bërtiti ajo, sepse çdo mallkim i djegur zgjohet. Le të zgjohet. Ndoshta duhet të zgjohet që të marrë ata që e sollën. Ai mori librin, doli jashtë dhe e hodhi në kashë. Flaka u ngrit me një zhurmë të ulët, era shpërndau hirt në ajër dhe për një moment dukej sikur diçka po qante brenda zjarrit. Nëna u rrëzua në gjunjë.
Veterineri u largua në heshtje, pa kthyer kokën. Plaku Petro uli kapelen dhe tha, tani që e çele plagën, përgatitu për të parë çfarë ka brenda saj. Arjani qëndroi përballë flakëve me fytyrën e ndriçuar. Zemra i rrite fort, por për herë të parë ndjeu diçka të afërt me çlirimin. Pastaj dëgjoi frymën e kalit prapa tij, të qetë, të thellë, si një mirënjohje. Zjarri në obor kishte rënë, por era mbante ende aromën e hirës dhe lëkurës së djegur. Arjani qëndronte përballë stallës, me sytë e skuqur nga pagjumësia. Mendja i sillej rreth fjalëve të plakut Petro, tani që e çele plagën, do të shohësh çfarë fsheh brenda. Në mëngjes, ai zbriti në bodrum për herë të dytë. Aty, midis arkave të mykura, gjeti kuti të tjera të fshehura. Brenda tyre, regjistra të vjetër, me data që shkonin deri në vitin 1935. Çdo faqe mbante të njëjtin shenjë, një gjë të vizatuar me ngjyrë të kuqe dhe emra kafshësh që kishin qenë pjesë e familjes. Por në fund të çdo viti ishte shkruar e njëjta frazë, pas flijimit toka lulëzoi. Arjani e kuptoi se kjo s'ishte ngjarje e vetme, ishte një model. Një traditë që kishte udhëtuar në përbreza, duke u maskuar si besim, si shpëtim, si dashuri për tokën. Ai pa emrin e babait në çdo faqe. Në disa, edhe në nënshkrimet të njerëzve që ende jetonin në fshat. Kur doli jashtë, e priti Dritani me sy të frikësuar. Zoti Arjan, tha ai, kam dëgjuar fshatarët. Thonë se vitet e flijimeve ishin gjithmonë vitet më të pasura. Po tani kanë frikë. Thonë se, pa rritin, mund të vijë murtaja. Arjani buzëqeshi hidhur. Le të vijë. Le të vijë çfarëdo që duhet të vijë. Unë s'do ta le të përsëritet kjo. Në atë moment, kali i tij lëshoi një rënkim të gjatë, por pa dhimbje. Ishte një zë që dukej si shenjë mirënjohjeje. Mbrëmja ra me një qetësi të frikshme. Qielli ishte pa yje dhe stalla dukej si një varr i hapur në errësirë. Arjani se ndjente më frikën, vetëm një nevojë për t'u përballur me gjithçka që kishte mbetur e fshehtë. Kur hyri brenda, kali ngriti kokën dhe e pa me sytë e qetë që tashmë s'kishin dhimbje. Në qoshe, mbi një raft të kalbur, ai vuri re një ark të vogël druri që se kishte parë më parë. E hapi, brenda gjendej një ditar i vjetër me kapak lëkure me inicialet LK, Leka i ati. Faqet ishin të verdha, të njollosura me njolla që s'ishin thjesht boj. Arjani lexoi me duar që i dridheshin, dhimbja e të pastërve ushqen tokën. Çdo brez duhet ta jap një shpirt që të mos thahet fusha. Në faqen tjetër, një rresh që i ngriti gjakun, nëse djali im nuk e kupton këtë rit, toka do ta marrë me forcë. Ai e lëshoi librin në tokë. Syt ju errësuan. Pra, unë që kam flijimi i radhës, pëshpëriti. Nëna hyri në derë duke qarë. Mos e lexo më, Arjan. Ai se dinte çfarë bënte. Jo, nën, tha ai me zë të ulët, e dinte shumë mirë. Dhe unë do ta ndaloj. Ai mori ditarin dhe e hodhi në zjarrin e vjetër që ende kishte prush. Fletët u ngritën në flak dhe dritat e tyre u pasqyruan në sytë e kalit. Arjani ra në gjunjë pranë tij, me lokë që i rridhnin pa zë. Fali, Zot, pëshpëriti, sepse ne nuk dinim çfarë bënim. Agimi zbardhi ngadalë mbi fushat e myzeqes. Drita e parë e diellit preku kashtën e lagur dhe u përhap si një frymë e butë mbi stall. Era sillte aromën e barit të freskët dhe një qetësi që s'ishte ndjerë prej ditësh. Arjani doli jashtë me kalin e tij, tani me 3 këmbë, por me një dinjitet që dukej më i madh se kurrë. Veterineri, i lodhur dhe i heshtur, qëndronte disa hapa më tej. Nëna, me duart e mbështjella në shall, i ndiqte me sy të mbushur me lot, por për herë të parë nuk kishte frikë. Në ajër ndiej diçka ndryshe, si një falje që nuk kishte nevojë për fjalë. Arjani mbante në duar një lopatë. Eci drejt lisit të vjetër pas stallës, vendit ku dikur babai i tij kishte bërë rritet e fshehta. Gërmoi ngadalë derisa toka filloi të nxirrte aromën e saj të parë, të thellë dhe të pastër. Pastaj mori këmbën e prerë të kalit, ende të mbështjellë me bezen e vjetër, dhe e vendosi brenda. Kali u afrua, preku tokën me hund, sikur po e bekonte. Një dritë e butë ra mbi ta, dhe në atë çast, ajri u mbush me qetësi. Arjani mbylli gropën me duar, pa thënë asnjë fjalë. Vetëm fryma e tij dhe era që kalonte midis degëve dëshmonin aktin e fundit. Kur u ngrit, sytë e kalit ndriçonin në dritën e agimit. Ai ju afrua, ja përqafoi qafën dhe mbylli sytë për pak çaste.
Ndoshta nuk e shpëtova, përshpëriti, por ndoshta të çlirova.